Një shqiptar i Kosovës është arrestuar në zonën e Göteborgut të Suedis pas një operacioni të përbashkët të Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe asaj suedeze. Prokuroria suedeze ka bërë të ditur se i arrestuari tashmë është në paraburgim dhe është i dyshuar për veprat penale që lidhen me drogën dhe plarje parash. Në njoftimin e së njëjtës prokurori thuhet se në Suedi janë siguruar gjëra me vlerë dhe prova digjitale duke mundësuar vazhdimin e masave hetimore dhe analizat e thella të flukseve financiare. Operacioni i koordinuar në Kosovë krye në bashkëpunim të ngushtë me zyrën e Prokurorisë Speciale të Kosovës, e cila ka qenë thelbësore në mundësimin e sekuestrimit të bërra në vend, thuhet në njoftim. Ky është një shembull i bashkëpunimit të suksesshëm ndërkombëtar mes Prokurorisë Suedeze dhe asaj Speciale të Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar. Pas 36 vitesh përkatësi në Lidhjen Demokratike të Kosovës, antari themelues Qazim Bajgoraliu ka bërë të ditur se nuk do t'i jap më votë kësaj partie. Në një reagim të gjatë publik në Facebook, Bajgoraliu përmend një sër arsyesh që e kanë çuar në këtë vendim të rënd personal, duke kritikuar ashpër lidershipin aktual të LDK-s për sjellje të papërgjegjshme në drejtim të institucioneve, veprime që sipas tij kanë kontribuar në dobësimin e shtetit dhe mos respektimin e vlerave kushtetuese. Ai gjithashtu përmend përplasje dhe deklaratat e lidershipit të LDK-s që sipas tij kanë minuar unitetin dhe traditën e partisë. Në vim, shkrimi i tij plot: Vota ime më 28 i 12-2025, pas 36 viteve, do të qes vot jo për LDK-n. Vendimi jo i lehtë për mua personalisht, por për LDK-n, që më pesh vetëm një vot, një pikë ujë në det, e arsyet janë të shumta dhe po të cek këtu disa. Sjellja e papërgjegjshme e lidershipit të LDK-s në raport me ndërtimin e institucioneve, kontributi i papërgjegjshëm i LDK-s për krijimin e kolapsit të funksionimit të shtetit, deklarimi i kryetarit Abdixhiku se mund të dalë një politikan i fuqishëm botror dhe thotë: "Mjaft është mjaft, verius është Kosovë. Kjo çështje është antikushtetuese dhe me ligj duhet të jetë ndaluar kandidimi i këtyre liderëve dhe edhe i partive. Ky i para përgatit këta të fuqishmit, me e sakatos, me gjymtu edhe më shumë Kosovën, qeni i keq, ta bljen ujkun në vath." Nën kryetari i LDK-s, Muhaxheri, veprimet e kryeministrit Albin Kurti i baraspeshon me veprimet e kryekriminalit të Ballkanit Milošević, i cili vrau, plagosi e dëboi qindra mijëra njerëz. Kryeministri Kurti asnjë veprim nuk e ka bërë antikushtetuese antinjerëzor. Nën kryetari Lutfi Aziri, veprimet e kryeministrit Kurti krahason me veprimet e Rankovićit, i cili për aksionin mbledhjes së armëve në Kosovë maltratoi e mbyti mijëra shqiptar me drue e në dimrat e ftohtë me këmbë në lumenjtë të ngrirë. Albin Kurti, asnjë ndërmarrje që shkel ligjin dhe të drejtat e njerëzit, edhe ky si zoti Lumir Abdixhiku bën ndesh me kushtetutën, duke mos konsideruar disa fshatra të veriut se nuk janë pjesë e Kosovës dhe është ndër të parët që i fryu ndarjes së Kosovës. Hykmete Bajrami, e cila nuk pas ka problem me listën serbe, por luftën e pas ka me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, në vend që të përkrahet e ndihmoi në të gjithë veprimet kushtetuese e ligjore. Akademiku Kujtim Shala e shan me në parlament kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti. LDK e vërtet nuk kishte traditë rrugaqërie dhe kjo tani po kultivohet. LDK ra në nivel të ulët banal, duke dalë me deklarata dhe në pjesën më të madhe të strukturave të LDK-s u solidarizuan me veprimet qyqare të deputetit që ofendoi, sulmoi për një fjalë rasti që lëshoi kalimtari, një burr i cili ishte vetëm me gra e fëmijë të vegjël. LDK-ja u jep hapësirë dhe mundësi atyre që kaluan në parti të tjera që dëmtuan LDK-n dhe edhe ja patën qit faqen e zezë LDK Sekret Kosovës, i njohur tani më si kuvendi i karikave që ja patën djeg e rre antar të kryesisë së Ibrahim Rrugovës, kurse me njanorin e përjashtojnë shtyllat që ndër vite mbajtën peshë kryesore të angazhimit e organizimit kombëtar e politik të LDK-s. LDK solidarizohet me çlirimtarët e kundër familjeve të vrarëve politik, duke qenë pjesë e marsheve për të penguar drejtësinë. Qazim Beshiri, Bajgoraliu, antar i LDK-s që nga themelimi 1989, ndër themeluesit e parë të DGS
parë të LDK-s në Kosovë Vushtri 1990, kryetar në ndege i bashkësisë së fshatrave Smerkonic 1990-1992, kryetar aktiv Bonn Gjermani 1994-98, kryetar në ndege Gjermani 98-2011, antar i kryesisë së LDK-s Dega Gjermani 96-2015, kryetar i LDK-s në Gjermani 2010-2015, delegati i Kuvendit të LDK-s 2006-2015, antar i Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s 2010-2015,